Përshëndetje me të dashur. Shkojnë me vitin e radhës Dardan Molliçaj. Dardan Molliçaj, njeri më i pavlerin në Kosovë. Pse po them këto? Sepse politikan u dalë pe politike, ja ka tregu populli i vendin, e kesh bukën ku e ka hangër, i shefin domethënë Albin Kurtin, edhe i ka bo mirë Serbisë. Mirë po thonë në kuptimin i ka bo pozitiv për Serbinë. Në atë moment që ti të kesh kryeministrin, presidenten, ti i bon mirë Serbisë. Edhe ura Ibrit, u këmë pas dalë me plakatën e se mani men kundër Albin Kurtit, në kratë Serbisë, që është i bjen ajo. Po kështu, miq, ma mirë shkojmë të dëgjojmë videon, i lutëm të diskutojmë së bashku, si gjithmonë. Shkojna. Gjithçysh do të jemi të kuvendi në aksion. Qytetari i Kosovës ende nuk është në fazën që do më jap këtë pushtetin i njëri. Tash kur pritet këto ditë më zgjedh presidenti i ri, nëse momenti është ka. Do të dalim në aksion, çfarë aksioni? Në karate filma, ato pranojnë se ato është Hollywoodi. Po në aksion me dal rrugëve, sa dush, po pa para ekip, tani. Veç vazhdo. PSD-ni mos keni më shumë, PSD. Historik për Kosovën dhe për kopjen e shtetit, që me fjalët e juaja sa mujta me kuptu. Qytetar për një gazetar, po me konvertit atë që ka qenë. Ky është ka më gjithë. Simon, cilat kishin me qenë veprimet e PSD-s ditën e zgjedhjes së presidentit. A keni ndërmend me ndërmarrë ndonjë me ndërmarrë aksion përveç që gjithçysh do të jemi të kuvendi në aksion. Nuk e kemi definuar ende sepse ka rëndësi kush do të jetë, ç'do të jetë që me përfunduar edhe aksionin, por që do të jemi aty gjithçysh, sepse duhet me nënvit. Prit veç pak, prit. Albin Baba, bëni gati në 2 gjykima me çaj, se këta vinë ka blak. 2-3, 50, kështu që bëni në çaj që aty në javë qëtë në çaj, në kafe, në çka dojnë edhe i rahaton shpejt. Se ta në mësu që ashtu. Shkur ata qëtë, gama, edhe një me pafshëm. Qa s'kan vlefta, s'kan vlef ma shumë. Kështu që më se di pse po ti bënë burë priti. Mos tanin, edhe që i ke përjashtuve, që a mon me në kërë dhe që o rëni bre, ja po shkojmë. Rëni bre, ja po shkojmë. Po shkoni bre, rëni se ka me në bolë. Shkojmë. Unë edhe dje thash, opozita e sëqme e ka majtë shtetin e blokuar 1 vit. Vitin e kalu, në ka qut 2 herë në zgjedhje. Kush e bo me bo analizë ku punona eme, kush me punu për të mirë këti populli. Por unë atë zotë, o mishtë mi. Ky për kritikon opozitën, që ky s'është kërkun, asë është në opozitë, asë është momentin për karrika studio. Shkojnë me që. Tash po thot, s'ka nevojë vani më shku në zgjedhje. E pse pat nevojë vitin e kalu? Nashta se Po pse më për shkak me shku në zgjedhje? Një, e dyta. Ti para vjet pas që ke pas flok të zezë, të pas kanë kush flok, pse? A thumëre? Mjekra të pas ka zbardh. Pse mëre? Albini ka vajta, po. Çfarë pyetje pa lidhje? Pse me shku në zgjedhje? Për çka me shku në zgjedhje? A dhe me na tregu? Me dalë populli me ta ngu fjallën tane, pse s'ke mujtë me hiti me konguru. Kjo i vjen, minat të resëm dhe gjalli. S'ke mujtë në më bosi deputet, s'ke mujtë me konguru. Si parti, tash i dalë flaka Kosovës. I vogël e më Molliçaj, se kesh ka thëmë shkollaj. I vogël jetë me shti popullin, kësi farë lojnash, të guatë. Shkojna me që? Vitin e kalumi pat 42% kurti, tash t'i ka 51, është mirë. Kë gazetari për shumë përdi. Kjo është kalkulim, po për që është kalkulim për kurti, për opozitën. Edhe për opozitën më unë kalkulim, piso për shtetarit. Po e vërtet. Edhe unë e kam hallin se përveç kryeprokurorit, ju e dini, 2 gjyqtar tash, gjykata kushtetuese i ka duhet me zgjatur 5 tjerë në gushtën e vitit tash. Nga 9
që i ka, kur ti kanë rru 2 mandatin e Qelam, 7 tash i bjen gjithsej krejt gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, ja do t'i ndroj, ja do t'i zgjidh fare. Të cilat zgjedhën në kuvend. Zgjedhën kuvend. E çka kiti kundër kësajna? Mos pengon ty diçka. Nëse të pengon, tregona. Në ato ne dim se çfarë gjykate kena pas, çfarë gjykate kena. Dhe ku na gjykata? Kështu që s'ka nevojë me hinë këtë tema gat. Këtë Kosovë adim. Kështu që prokurorit që kem na kem që prokurorit që ja hiq plet arrestin Radojqiqit. Pa të që të mindru. Shkujna miq. Që kjo është miq, minat i resëm dhe e gjalli. Vend dekretohen nga presidentja, është e nevojshme aty presidentja. Tani, unë besoj që është e rëndësishëm aksioni opozitar në përgjithësi, po flasim për PSD-n. Jo vetëm ditën, po mvaret kur do thirret, dhe ditën në vazhdim do të keni prap aksion. Përgjithësia mbartet mbi opozitën, sepse pa opozitën nuk zgjedhet. Thirrja jonë është e qartë. Mos e zgjedhni asnjë kandidat të cilin e mbështet pushteti, sepse jeni të ja. Që çfarë shpirti me dashur. Mos e zgjedh asnjë deputet që më ka Kosova. Çatëherë me të vërtet një men ashtin, me adhon 80% një partije, e tani të bjen të më shënë fyllit. Asaj birës të funit. Që çfarë qetniku është, ta? Me këtë shara i përdojmë këtë fjallë, po. Nuk e meriton të nërësh. Me konë kaq i prisht, kaq gjak ftoft, kaq gjak... S'ka gjak, që me pas gjak nuk ishte në përqarje povdi me kriministrin. Vetëm prej nati që e ka përzon. Sepse nuk mund të bo shef shpit huj, as fabrik të huj, shkojnë amiq, edhe pak. Koncentrua ati pushtetin. Frikën që këta e kanë, që nëse shkojnë në zgjedhje, këta do të zvorlohen, Albin Kurti do të rritet, kjo është frikë e pa arsyeshme. Jo, ata e kanë kuptu. Po të se pas ke kuptu alo, po të s'ke pas dhe kuptu se të mërë 1 tonë s'kemi hi në... 1 tonë nuk kemi hi në parlament. Kështu që shumë pesha, që më thotë, absolut. Kështu miq, të ngojmë edhe pak edhe... E para nuk kanë drejt një jep Kosovës një pushtet autoritar. Edhe se kanë drejt, le t'i jep qytetari. Se mës me dalë qytetarit e Kosovës, në na po dojmë 80 deputet me jep Albin. Ja, po. A më unë jemi bindur thellësisht. Nëse është nevoja, po. Që nëse opozita kish pas qëndrimin si PSD-s, dhe s'ja kish votu, dhe ishim shku në zgjedhje me një kauzë. Këtu zgjedhje janë për zgjedhje për presidentësh. Absolut. Nëse doni ju m'ja jap presidentin Albin Kurtit, 80 deputet jepna. Na nuk ja japim se na kem. Vëllahi me gjithë shpirt. Me gjithë shpirt. Që tasha ja kësha shku. Jo 80, po 81. 2. Që në shramu kapuqin. Mi që dashe, kjo ishte vidje për sot, mire pasha vite radhës. Opozit, lajsher. O PSD, partia zbon, don. Mire pashëm.